Patlıgjane të skuqura në kos. Heje njerëz të bukërsini si po kaloni. Tani patlıgjane të skuqura ko tregore edhe herë tjetër, po aty kam një shoqe e cila është nga Irani dhe më tha që nëse patlıgjanen e skuq në kos, me kos, nuk thith shumë vaj. E provova, mu duk okej, nga shija mu duk më e mirë, të them të vërtetën, për të thithur vaj po thithit sa, jo shumë, po it's okej. Edhe pastaj i përgatita edhe hudhra, uthull edhe vaj, e bëra të gjitha bashkë pasi t'i skuqë, të mundem që t'u hedh nga lartë. Si që shikoni, procedura është tamam si të skuqin patlıgjanet, disa i skuqin me miell, unë nuk dua që të skuq me miell se kam iden që bëhen shumë akoma më të rënda, thithin akoma më shumë vaj. Tani do më thoni që pse si bën në furrë, nuk i bëj në furrë se burrit nuk i pëlqej në furrë, mua më pëlqej në furrë, edhe ndaj dhe hapa nga këto. Di që janë dëshishme, po thithin shumë vaj për mua, po tani me kosë ishin një çik më okej. Jo se nuk thithën, nuk mund të gënjej, por ishin okej, dolën të shishme, mund të them. Edhe pastaj pasi kisha skuqur të gjitha, u hodha këtë përzierjen brenda. Kripën u hodha në fillim siç e pat, para se t'i skuq, mund t'u hedhni dhe në fund, nuk ka problem fare. Uthull, hudhër edhe vaj ulliri, edhe dalin yami patlıgjane me kos. Provojni. Ciao ciao.